Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, pyetjet në fakt janë mbi ngjarjet aktuale që në fakt kanë qenë goxha intensive për sa i përket 24 orësh të fundit. Edhe doja fillimisht që ta nisnim në fakt duke qenë që tani aktualisht po mbahet procesi çesdia për zotin Meta, edhe është live, domethënë është për herë të parë një seancë e cila po mbahet live për të. Edhe në 12 po ashtu është edhe seanca e zotit Velia, i cili po ashtu ka kërkuar që seanca e tij në themel të jetë live. Si e komentoni këtë pjesën dhe çfarë prisni, domethënë që të ndodh në fund? Është një gjë shumë pozitive, sepse duhet të keni parasysh që një proces gjyqësor duhet të jetë gjithmonë në sy të publikut dhe në digjes publike, që nuk kupton që vetë qytetarët duhet të kuptojnë që një prokurori dhe një gjykat duhet të shërtojë prova dhe prova duhet të jenë publike, prandaj edhe seanca në shumicën e radhës, në rast se nuk kemi të bëjmë përjashtim të një sekreti hetimor apo nuk kemi të bëjmë të mitur, sigurisht duhet të jenë publike, sepse drejtësia është ajo e transparencës që duhet qytetarët të kuptojnë që gjykata shqyrton provat dhe në fund fare vendos e pa ndikuar nga asnjë faktor i brendshëm apo i jashtëm, por gjithmonë duke u bazuar mbi provat që shqyrton ajo. Prandaj, jo vetëm procesi i zotit Meta, por edhe shumë procese të tjera duhet të jenë transparente, duhet të kenë mediat patjetër, sepse interesi publik është për një drejtësi të paanshme, të pavarur, e cila të marrë vendimarrje. Në rregull, për sa i përket çështjes së parë, besoj që në fakt u ezaurua duke qenë se nuk dihen edhe shumë detaje se çfarë është duke ndodhur, sepse është një ngjarje në zhvillim me sipër. Ndërsa për sa i përket raportit në fakt të SPAK, sepse pak minuta më përpara ka përfunduar edhe raportimi i zotit Brau në KLP, edhe nuk e di në fakt se si e komentoni ju performancën e SPAK bazuar edhe, sepse ky në fakt është një raport që është prezantuar edhe më herët, vetëm se sot u prezantua në KLP. Si e vlerësoni ju performancën e SPAK për vitin 2025 edhe në tërësi, në fakt performancën e zotit Dumani, sepse dihet që është veprimtaria e tij e pasqyruar sot? Zoti Brau sot foli vetëm për veprimtarinë e zotit Dumani si kreu të SPAK-ut dhe foli për statistikat e SPAK-ut ashtu siç ka bërë çdo vit nga krijesa e vet si institucion. Duhet keni parasysh që SPAK-u thjesht vepron si një institucion statistikor, sepse nuk është një institucion i cili duhet kapi në flagrancë dhe në momentin e duhur ata njerëz të cilët duhet të jenë në situatën e asaj që ne themi të krimit organizuar, të korrupsionit, të kushtet të flagrancës. Pra, në këtë situatë që jemi sot, raportimi që bën zoti Brau është thjesht një akt procedurial që i bën përpara institucionit që ka në varësi, që ka në mbikëqyrje që është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Në ana tjetër, duhet keni parasysh që po ai raport do të vi edhe në parlament dhe aty dhe pra përsëri zoti Brau do të pasqyrojë punën e zotit Dumani si kreu të SPAK-ut. Por mos harroni faktin që zoti Brau nuk ka bërë asnjë veprimtari nga momenti kur ka marrë detyrën deri më sot, për shkak se statistikat gjithmonë janë plani veprimi të një titullari të ri, që do të thotë pas muajit maj në qershor, patjetër zoti Brau do të shfaqë talentin e tij, me thënjza më lejoni, për të bërë aksion, për të parë se si ky kryeprokuror i ri do të shkojë të kapë dhe krimin organizuar, por edhe korrupsionin dhe se si do të jetë ai në raport me aksionin e zot Dumani. Pra të bëj krahasimin, sepse mos harroni faktin, sepse brenda SPAK-ut ka një konkurrencë. Pra konkurenca është emri i zotit Dumani me zotit Brau. Pra zoti Dumani, në rast se ne të marrim të mëqen veprimtarinë e SPAK-ut, SPAK-u arriti që mori në procedim penal shumë politikan shqiptar të majtas dhe të djathtas, në sy të publikut duke sikur ai ishte në të vërtet një person që ne kishim në plepat një dhe ai s'bënte asgjë se s'kishte vullnet për ta ndihmuar, por e vërteta ishte që zoti Dumani është zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste, pra është ai i cili ka ndihmuar zotin Rama të qëndrojë akoma në krye të detyrës vetëm për një arsye të vetme. Pra në muajin shkurt të 2025, mos gaboj, ti arreston njeriu që pretendohet që pas zotit Rama do të ishte kryetari i Partisë Socialiste zoti Erion Veliaj. Po ashtu ti në muajin
ti në muajin tetor mos gaboj 2024 arreston një ndër kundërshtarët politik të zotit Rama, pra zotin Meta. Dhe sot ju e shikoni që është në procedim penal që është në seancë gjyqësore. Pra ti si duman shkon edhe procedon zotin Berisha. Pra ti jep zotit Rama mundësi nga 2022 deri në 2025 të kesh izoluar penalisht kundërshtarët politik të zotit Rama, që sot zoti Rama është fal ndihmës edhe zgjatimit të Asamblesë së Partisë Socialiste të zotit Dumani me 83 mandate që asnjëherë në histori të asnjë vendi perëndimor, edhe në ndonjë vend që është diktatorial, jo kaq shumë mandate në mënyrë absolute ndaj një partie që sulmohej nga drejtësia e vetë reformuar që zoti Rama ka thënë her pas here. Prandaj çdo statistik që SPAK-u prodhon është thjesht për të kënaqur sytë të opinionit publik që shiko atë ndëshkim që nuk bërët ju si qytetar, po e bëjmë ne si SPAK, po jo, kjo është gjëja më e gabuar kur drejtësia futet në punët e politikës dhe politika në punët e drejtësisë, sepse ne duhet të dimë që qytetari ka votën që është ndëshkuesi më i madh pra për të aprovimin apo refuzimin të një politikanit. Prandaj për mendimin tim, çdo statistik dhe çdo raport thjesht do të shërbej pushtetit të Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, se pikërisht nuk mund të flasim për një drejtësi e pavarur e paanshme, por do të flasim gjithmonë brenda një kuadri që zoti Rama ka thonë, kjo është drejtësia ime, e Partisë Socialiste dhe unë e kam bërë këtë drejtësi. Prandaj asnjëherë vëmendja nuk do të shkojmë tek ai i pavarur i paanshëm ku përfshihet politika në tërësi. Pra ju e lexoni në fakt si një statistik për propagandë, po thoni? Është statistik për propagandë, sepse ju do të keni parasysh diçka. Në rast se SPAK-u do të kishte luftuar krimin organizuar, nuk do priste të silleshin autoritetet të huaja në Republikën e Shqipërisë komunikime midis grupeve kriminale. Në rast se SPAK-u do të kishte luftuar në kushtet e flagrancës në momenti i themelimit, duhet të kishte nga 2021 deri më sot të kishin procedime penale dhe në krye të detyrës të arrestojë një individ. Lej rastin Velie që shkuan edhe arrestuan në zyrë. Nuk dihet veprat penale kur kanë filluar, pra mënyra se si është kryer vepra penale, dhe nga ana tjetër ju duhet keni parasysh që SPAK-u punoi si ajo makineria që të prodhoi sukses në marrjen e urrëties popullore ndaj politikbërjes, që në fund fare të duke që drejtësia e re reformuar po sjell atë që ne themi ndryshimi, ku ndërkohë ti ke në politikën dhe në skenën shqiptare po Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, po Edi Ramën dhe Sali Berishën, dhe në fund fare figurat të reja politike në vend ky aksion i bukur me propagandë që do të luftojmë ne krimin organizuar dhe korrupsionin, sot ti partitë e reja politike ose të vogla politike nga urrëtia popullore që ishte gjithë këtyre viteve që të gjithë ishin të pandëshkueshëm, sot ti duhet kishe të paktën 5-4 parti politike të reja të cilët do të kishin rrëzuar regjimin totalitar në rast se ta marrim në aspektin teorik, ashtu siç e themi, të dy partive, të dy poleve kryesore në vend. Prandaj, të gjitha kjo çfarë ishte pikërisht një manual i 1944-1976 e vijues të situatës dhe të mentalitetit të asaj kohe që kemi pasur. E qartë. Ndërsa për sa i përket po te zoti Brau doja të ndalesha pak sepse ngriti një shqetësim ku i dha një mesazh politikës, në fakt që tha që retorika juaj nuk është shqetësuese, por nxit krimin organizuar kundrejt nesh. Por nga ana tjetër, po zoti Brau, pastaj tha që retorika nuk është një shqetësim, por shqetësim do të ishin nismat ligjore, të cilat do të mund të ndikonin në veprimtarinë tonë. Dhe kujtojmë këtu në fakt afatet e paraburgimit ose nismat të tjera ligjore. Duhet keni parasysh diçka. Mënyra se si shprehet një titullar institucionit sigurisht gjithmonë do të shprehet në aspektin procedurial që ne kryejmë detyrën tona. Gjykatat janë ato të cilat vendosin, në fund fare ne patjetër kërkojmë masa sigurie, pavarësisht se ne kërkojmë masa ekstreme, sigurisht që kemi edhe raste të tjera që kemi edhe masa më të lehta. Por edhe një herë duhet të sqarojmë tek opinioni publik diçka shumë të thjeshtë. Anën ligjore, pra anën e drejtësisë në veprimtari, pra e pavarur nga ndikimet,
është drejtësia që është gjykata, prokuroria, avokati që bëjnë pjesë të këtyre shtyllave. Nga ana tjetër, duhet kemi parasysh diçka. Ministri i Drejtësisë, Ministri i Rendit Publik kanë politika të brendshme që edhe këto institucione që mund të jenë të pavarura ndikohen nga frymëzimi politik për shkak se normimi i një kuadri legislativ që pre këto tre shtylla që thashëm përpara, pra drejtësinë, pra në kuptim gjykatën, prokurorinë dhe avokatin, normohen në parlament. Pra, nuk mund të shkëputet drejtësia, mënyra se si vepron nga frymëzimi politik. Parapurgimet erdhën në një situatë shumë të vonshëm. Pse? Ju kishit parë gjithë këto vite që Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit ka marrë çfarë? Vendimarrje për masat e sigurimit kundër Shqipërisë dhe çfarë konkretisht? Është vepruar me ndonjë dyshim praktike? Jo. U desh që zoti Rama nga grupi parlamentar socialist të fliste për paraburgimin dhe enesmja e foljes së tij në datën 9 mars 2026, 10 mars 2026, zoti Sadushi të dalë me deklaratë që do të bëj ndryshimin e vendimit të 2011-s lidhur me masat e sigurisë. Pyetja e thjeshtë që shtrohet është kjo. Më fal, kur ty Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit të ka, më falni për shprehje, të degeneruar si shtet për masat e sigurisë, të ka groposur me gjopa nga mjeset e rindarë. Ti pse si kryetar gjykate nuk zgjohesh nga gjumi dhe thuash, po tani do marr një iniciativë dhe u desh të bëj edhe ti zgjatimi i grupit parlamentar socialist. Pra, do të thot me pak fjalë që gjithë situata që ne jemi sot është që e gjitha këto fjali që thuhen nga titullar institucionet janë thjesht sa për të kaluar kohën, sepse e sigurt është që manuali është i qartë, futeni në burg, kalbeni në burg, ne bëjmë si ku përbëjmë punë dhe në fund fare populli shqiptar e ka me bindje të plotë të gjë, do të paguaj çdo gjë, çdo para dhe çdo gjë dhe në fund fare ata të cilët kanë shkaktuar dëm në buxhetin e shtetit do të marrin pensionin, ndërsa ne shqiptarët do të mendojmë a ishte kjo drejtësia e vërtetë apo jo. E qartë. Tani doja të rikthehesha pak tek ngjarjet që kanë ndodhur ditën e fundit, që në fakt janë disi tronditse po themi, dje dhe pardje ka pasur dy raste të njoftim për bombë në dy qendra tregtare, që frekuentojnë fakt nga shumë njerëz në Tiranë, siç janë Toptani, Qëtu. A janë në fakt këto ngjarje që edhe mund të lidhen edhe me sinjale edhe për atë që është thënë më herët nga ambasada amerikane që janë paralajmëruar. Dhe mendoni që mund të ketë lidhje fakt Irani me këtë pjesën? Të jem realist me ju, këto fjali Tirani fajtor për XG, ai tjetri fajtor për gjëra të tjera, edhe njerë do të kemi parasysh, dihet që vendi ynë gjithmonë ose çdo vend në botë ka konflikte të heshtura, konflikte të deklaruara, por ajo çfarë ne duhet themi është që sot ne kemi një keqqeverisje të brendshme dhe të jashtme, pa siguri totale në policinë e shtetit, sepse policia e shtetit është parë si një organizatë amatore, po në shërbim gjithmonë të kultivimit të votave në Partinë Socialiste, dhe këto janë fakte konkrete. Për shembull, ju sjell një shembull të thjeshtë. Ju e mbani mend që drejtuesi i policisë së shtetit ka qenë dikur zoti Arti Veliu, ai nga drejtues policie u bë zëvendës ministër i Partisë Socialiste. Nga zëvendës ministër i Partisë Socialiste, ai çfarë u bë në fund fare? Kreu jam më pas. Bravo, jam më pas, pra kontrollon të punojës të policisë. Imagjino që do të jetë një institucion i pavarur i paanshëm dhe të ketë tjetër anë profesionalizmi. Pra, ju në këtë shembull e kuptoni shumë mirë që në rast se çdo gjë që ndodh në Shqipëri mund të ndodhen nga faktorë të huaj, ju duhet keni parasysh që ne nuk kemi faktor të rëndësishëm të kontrollojmë dhe të monitorojmë qartësi çfarë politika tona të brendshme për ruajtjen e sigurisë publike. Pse? Sepse çdo institucion shtetëror në këtë vend ti shiko shikun ku ka mbajtur, ka ikur nga situata çdo gjë. Pra, ty të kanë dalë emrat e agjentëve, të ka dalë çdo gjë, ku ndërkohë ata janë një aset kombëtar, pavarësisht se janë spion, mund të quhet sinjalizues, por kanë një detyrë kombëtare, çfarë? Të ruajnë
rendin dhe sigurinë duke dhënë sinjalizimin në momentin e dur për të mbrojtur interesin kombëtar. Tani, ty të kanë ikë të gjitha këto nga situata. Tani ti, gjën e parë që thua gjithmonë i huaj e kafajin. Pra, Irani, tjetri, Afganistani, shumë e radhë. Por, vim në një situatë dhe duhet të vim në një situatë dhe themi, kur ti nuk lufton në kushtet e flagrancës një fakt konkret, sigurisht që ti përgjegjësinë do t'ja pasosh dikujt tjetër. Dhe duke qenë në këtë situatë që jemi ne sot, çdo ndërhyrje apo çdo sulm që i bëhet Shqipërisë, për mendimin tim bëhet nga faktor të brendshëm, të jashtëm, eja ta diskutojmë në një moment tjetër, por unë jam i bindur që çdo gjë, edhe sulmi që i bëhet në hakerimin e institucioneve shtetërore bëhet nga brenda. Nuk e besoj që bëhet nga jashtë. Nga jashtë mund të jetë faktorë të tjerë, por do të keni parasysh diçka. Teknologjia është e tillë që në rast se dikush nuk shtyp një buton brenda një institucionit, asnjëherë hakerimi nuk do të vinë nga jashtë, në rast se nuk di një sekret të brendshëm nga ana tjetër, nga pala tjetër. Po një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Lezhës, ku vra një çift bashkëshortës në një atentat ku makina e tyre u godit me mbi 30 plumba dhe ata humbën jetën në mënyrë të menjëhershme në vend ngjarje. A mendoni se kjo në fakt është një ngjarje akt hakmarrje siç u raportua në media, apo mund të jetë edhe më tepër një krim i organizuar, nisur domethënë nga rrethanat, nga mënyra se si është organizuar? Atëherë, duhet kemi parasysh diçka. Personat të cilët ndodhen në disa zona të ndryshme të Shqipërisë, gjithmonë kanë një perceptim që drejtësia funksionon sipas mendimit tyre. Pra, drejtësia për ata është perceptim. Në rast se ti thua drejtësia e pavarur, pa anshme, disa individ nuk do të shprehin kënaqësinë sepse thonë se shikon, ne kemi jetuar me kanune, me zakone të mira. Nuk njohim atë që ne themi legjislacionin në fuqi, ne njohim që shiko, ne jemi burra dhe nuk ekziston këtu asnjë tjetër barazi përveç se janë burra këtu dhe flasin me njëri tjetrin. Tani, duhet që institucionet shtetërore, që është niveli qendror, niveli lokal, të koordinohen me njëra tjetrën dhe ku shikojnë që ka ngjarje apo situata që dëmtojnë rënd atë që ne themi mënyrën se si duhet të veproj institucioni në raport me sigurinë publike, sepse ngjarja e djeshme ishte një cenim i sigurisë publike për shkak se të ndodh një situatë në mes të drekës dhe ti nuk ke mundësi që të kapësh në flagrancë me punojës policie autor të dyshuar. Kjo do të thotë që ka një problem në organizim të policisë, ka një problem me parandalimin e krimit, ka një problem shumë të madh në atë që ne themi vazhdimisht në kushtet e flagrancës. Por, i heqim të gjitha këto dhe themi, kjo ishte një ngjarje me kanun, apo ishte një ngjarje e cila rastësi ndodhi. Tani, unë nuk e di që dikush zgjohet në mëngjes pa një objektiv të caktuar për një fakt apo një konflikt të mëparshëm. Unë nuk përjashtoj pistën e një konflikt të mëparshëm, po kjo nuk do të thotë që ne duhet të akuzojmë çdo person që viktimat kanë qenë në konflikt. Se nuk jam dakord të këtij diskriminimi. Unë jam dakord, po që të gjithë të hetohen rreth familjar, jashtë familjar, njerëz të cilët kanë pas lidhje biznesi apo jo me persona të viktimë të kësaj ngjarje, por gjithmonë duhet kemi parasysh që këto ngjarje duhet të zbardhen brenda një kohe të shkurtër, sepse në çdo moment provat prishen dhe gjithmonë çdo akuzë që mund të atribuohet një personit do të jetë në favorin e tij në rast se provat nuk do të jenë të mjaftueshme për të provuar fajësinë e një personi. Prandaj mendoj se kjo ngjarje sigurisht kërkon një hetim të thelluar dhe sigurisht në fund fare policia duhet na tregojë që po ajo vepron brenda kushteve të profesionalizmit dhe jo thjesht të pjesës së saj të amatorisë konvertuar në shërbim të partisë në pushtet. E kuptoj, pra po thoni që gjitha kjo do të dalë nga hetimet, por nga ana tjetër po thoni edhe që në fakt duhen parë më shumë se sa një pistë, jo vetëm tek gjakmarrja dhe jo vetëm tek konfliktet e mparshme.
Po, do të shikojmë nga të gjitha anët. Asnjëherë duhet keni parasysh nuk mund të shikojmë në një hetim penal vetëm njërën anë. Ne duhet të shikojmë të gjitha bashkë. Pra, ne duhet të shikojmë qartësi se si çdo njeri që është pjesë e një procesi penal ose viktimë ose autori i veprës penale duhet të hetohet nga të gjitha anët, se të zbardhet e vërteta. E vërteta nuk zbardhet në rast se arreston autorin, por e vërteta zbardhet në rast se ti shikon raportin e viktimës me autorin që të zbardhës të vërtetën. Pra, nuk them të justifikosh autorin, as të justifikosh viktimën, por zbardhja e së vërtetës kalon përmes një hetimi të drejtë dhe të gjithëanshëm. E qartë. Tani, në fakt, doja t'ju pyesja se çfarë, ju e përmendët edhe pak më sipër, po çfarë roli duhet të luajë shteti dhe Kodi Penal i Shqipërisë në fakt për të parandaluar raste të tilla ndartme nëse ka qenë gjithmonë për shkaqe gjakmarrje. A duhet, sepse rastet po përsëriten gjithmonë më tepër dhe jemi gjithmonë pastaj që diskutojmë më vonë pas ngjarjes. Dhe asnjëherë nuk ka patur një nismë ligjore më të qartë, domethënë për të marrë më tepër masa për sa ju përket viktimave që janë prej gjakmarrjes, domethënë kur them viktima, jo vetëm ata të cilët bien prej atentateve, por viktima këtu po përmend edhe familjarët e të dyja palëve, se në fakt kanë dalë edhe emra për palën e cila mund të jetë përgjegjëse për atentatin edhe. Pra, duhet kemi parasysh diçka. Ligji mund të normohet, puna është mentaliteti. Në rast se ne nuk punojmë me mentalitetin, me edukimin e qytetarit që të bëhet më i kuptueshëm me atë çfarë shikon, dëgjon, që ta përpunoj qartësi në psikologjinë e tij, sepse çdo individ ka personalitetin e vet. Nuk mund të shfutesh ti edhe të bësh ndikim përmes ligjit, sepse personi kur shikon që ligji po ndikohet që ta kufizojë, do bëhet më i ashpër dhe më i egër dhe do t'i sulet dispozitës përkatëse kur ajo kërkon ta disiplinoj dhe ta kufizoj. Prandaj ju e keni parë se ka disa ngjarje të cilat mund t'i quash vepra penale, por nuk kanë një marrë dënimi të lartë, por shumica e njerëzve e bëjnë për shkak të instiktit që ata duan të jenë gjithmonë kundër ligjit, për shkak se ligji ja kufizon. Pra në rast se ti ta mos të vendosësh një dispozitë ligjore dënuese, personi nuk do ta kryejë veprën penale, sepse do të ketë kuptuar që kjo gjë nuk do të bëhet për shkak se është morali në mes. Që do thotë? Ne, si shoqëri, nga 1991 nuk kemi dalë të civilizuar në aspektin të informacionit. Nga 1991 jemi futur në një jetë kapitaliste, e cila nga përjashton nga normimi i ligjit ashtu në filozofinë e edukimit dhe sjelljes qytetare. Jo se nuk jemi qytetarë, jo se nuk kemi edukat, kemi, por ajo çfarë ne na bën është që mosdhënia e drejtësisë nga 1991, por duke marrë edhe peng gjithë trashëgimin e 1944 në vazhdim, na bën që çdo zakon i vendeve të ndryshme, pra të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, të aplikohet në mënyra shumë të gabuara, sepse shteti nuk vjen si një rregullator shoqëropolitik juridik ta rregullojë situatën, por vjen si një person i cili fut një disiplinë, normon një ligj dhe ka një gabim fatal. Çfarë? Ligjin kush e aplikon? Njerëzit. Si interpretohet? Nga njerëzit. Si sillet tek njeriu dhe njeriu kupton që ligji aplikohet? Nëpërmjet burimeve njerëzore. Pra ju sot keni ligje që ndihmojnë komunitete të ndryshme për shkak të gjakmarrjes dhe nuk ke burime njerëzore, psikolog, avokat, ndërmjetës, shumë fusha të ndryshme që të cilat t'i japin një krah çdo lloj familje që të arrin qëllimin e pajtimit dhe ne kemi sot disa grupe të ndryshme që bëjnë pajtimin e gjaqeve. Po, pajtimin e gjaqeve, por e vërteta është që ata e bëjnë vullnetarisht, nuk është se kemi një institucione shtetërore që janë aty edhe i ndihmojnë vazhdimisht dhe e trashëgojnë këtë gjë, sepse ne akoma kemi kohë të ndërtojmë një shtet si Zvicra, Suedia,
dhe vendet e tjera që të jemi më social me njëri tjetrin dhe të kuptojmë që çdo gjë që cënon derën e tjetrit nesër mund të cënojë edhe derën tënde. Jemi akoma duke përpunuar, do punë akoma, do luftë, po do të paktën ne të ndryshojmë mentalitetin ton, por gradualisht të kuptojmë se si e vërteta duhet të pranohet një ditë. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Zhllima në fakt për Edhe unë intervistën. falenderoj për ftesën. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Thank you.